ushqimin, garancinë ushqimore etj, por nuk e kemi atë. Dhe më që më ngacmova pak te këto gjërat që shëmben. Në Durrës po ndodh një tjetër projekt i çuditshëm, edhe i ndërkombëtar është, nëse nuk gaboj, kështu thon, paktën. Kështu thon, edhe aty na del një drejtor i famshëm Mujsielsi, që ka qenë protagonist një 2-3 herë te plugu Kovaçi, sa ka qenë? Tjetër, shumë herë. Shumë herë. Edhe ky Kovaçi është edhe te lista e përmbytjet në Durrës. Kovaçi është edhe te lista e Ipardit? Do ta verifikoj mende, nuk e kemi verifikuar. Mund qelloj të jetë Kovaçi me atë shokun e vet, si e ka ai tjetri. Çështja është si po shkon historia e këtij projekti? Ti di po flasim që po shfaros banorët e vjetër të Durrësit. Po, edhe të falenderoj Flavio se keni dhënë mundësinë qytetarëve të Durrësit, ku edhe unë jam se mos je edhe ti si ai kryetari i këshillit që si nga Durrësi. E pyeta ku e ke shtëpinë e vjetër, më tha unë jam fare nga Durrësi, kryetari i këshillit të Qarkut. Gjithsesi, dhe ju falenderoj shumë sinqerisht, sepse me thënë të drejtën keni qenë një drejtar për gjithë problemet të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Atëherë, ky projekt i TIT në pamje të parë gjithmonë kjo qeveri është mjeshtre e manipulimit, mediatizimit, sepse gjithmonë gjen një përfaqësues të huaj dhe nën petkun e këtyre profesorëve të huaj gjithmonë bën projekte në Shqipëri. Po gjithmonë në fund, pas gjithë këtyre veprimeve dhe që janë përfituese aksionerëve pastaj. Dhe çfarë ndodh? Edhe rasti i TIT-it, atëherë në fillim u pasi një investim që do të vinte nga një AADF që ishte një donator. Ata që morën Butrindin. Po, eksakt. E njëjta skemë është dhe është për të ardhur keq se to vjedhin në të njëjtën mënyrë gjithmonë. Gjithmonë. Edhe nuk i vjen turp, nuk skuqen, pavarësisht se i thua ore, po kjo është e zeza mi të bardhë, jeni duke vjedhur, përsëri vazhdojnë vjedhje. Po nuk e kam thjesht tek vjedhja, sepse kjo e ADF-s është të mëshme, sepse çfarë thonë? Ne thonë kanë dhe kontratën aty, do sponsorizojnë deri në $6 milion afërsisht, dhe themi është donacion, bukur deri në këtë moment. Dhe pastaj pjesën tjetër të investimit i bën qeveria shqiptare, bën bashkia, mbikëqyrëse, janë 3 palësh dhe ministria dhe bën të 3 në këtë projektin TIT. Dhe ku unë besoj që ndodhta shumica, sepse ne marrim dhe kompensimin e qytetarëve ku i shemim në shtëpinë, pra është dhe para nga buxheti i shtetit. Dhe në fund, pasi të mbaroj ky projekti, do të shohim që do të krijohet BDI-ja, që është një tjetër OJF, e cila do të menaxhojë dhe të administrojë këtë investimin që do të bëhet. Dhe pyetja është, nëse më investon 6 bashkë me këto të qeverisë shqiptare që nuk ka faturë çuditërisht, po mendojmë 10. Kjo është një produkt me X milion dollar. Nëse është donacion, pse duhet të krijosh një organizat tjetër jo fitimprurë se OJF tjetër dhe ta menaxhosh ti të përfitosh para? Kjo nuk është më donacion. Sepse po e nxjerr me një xhep, do të difuzësh 2 fish 3 fish ke xhepi tjetër. Dhe kjo është e dukshme. Dhe ditën për diell e shkruar e zeza mi të bardh ta sjellim si një kryever për investime, se mua më pëlqen të investoj. Kush është ai qytetar që nuk don qytetin e tij dhe un jam pro gjitha investimeve grandeve që vijnë. Po kur shoh që dhe sikur kemi rasti po ti pasi i merr, i përfiton me xhepin tjetër disa herë më shumë, kjo nuk është më. Dhe aty ka dhe një gjë të bukur në kontratë, thotë ADF-ja është e përjashtuar nga çdo proces historik, çdo kontroll, çdo gjë, çdo investitor strategjik. Po, sepse mbrohen, jo me investitorë strategjik, mbrohen me një marrëveshje të vitit 92, e cila thot në atë kohë marrëveshja e vitit 92 është bërë ndërmjet ministrit të ekonomisë asaj kohe dhe ambasadorit amerikan, sepse ne ishim në vështirësi ekonomike. Dhe fakti që është bërë pikërisht nga Ministri i Ekonomisë tregon qartë që ishte vetëm një marrëveshje ndërmjet qeverisë shqiptare dhe amerikane. Po ku hyn AADF-ja që është krijuar në vitin 2009, për të shfrytzuar pikërisht të që tjetë e paprekshme. Pra të gjithë mburojen, është një mburoje e cila don të mbrohet në mënyrë të pakuptim, por nuk mjafton me kaq. Ka i projekti që dhe të shit dalim dhe këtë qike konkrete, aty janë shtëpi të vjetra që shqiptarët kanë për dorsakët kanë edhe mbi 100 vite që jetojnë ato shtëpi, të cilat mund të bëshin rekonstruksion, mund të rregulloheshin, sistemoheshin, pa problem dhe ato ishën të gatshëm. Pse jo të bëshin dhe si thua se nëse ato donin një investim, pse jo ty nda ato në investim, se pse duhet ty ADF investitor, të qenë se ka raste që mund ta keni ju shtëpinë dhe mund të investoni. Por nuk mjafton me aq. Po në fillim ishte investimi vetëm afër amfiteatrit dhe me thënë të drejtën aty qytetarët Durrësak treguan qytetarin se ato që jetonin brenda ambienteve pranuan që të investojë, pranuan që të hapi amfiteatri dhe të vazhdojnë investimin. Por nuk mjaftoi vetëm me këto.
Dhe tani janë shtuar dhe 74 familje të tjera dhe numri ka shkuar në 200. Dhe nuk mjafton vetëm kjo pjesa, po ka dalë dhe nga krahu i majt i saj që ne e quajmë bulevardi, ke Epidami dhe një ekspert e kontabël, më fal vetëm shtojtë informacione, më thotë që nuk përfiton nga ajo marrëveshja ADF-ja sepse nuk janë fonde qeveritare amerikane, kështu që normalisht është e përjashtuar. Atë thash, sepse ajo është OJF, çfarë lidhje ka? Por pikërisht ato e kanë kontratës të mëshme. Dhe falenderoj sepse e vërteta kështu është. Dhe pasi bëjnë këtë, dalin tani tek shtëpitë në krahun e majt që janë shumë larg. To kanë dhe një problem. Fillimisht të bin një faqe, pastaj të shtojnë, u mblodhen përsëri dhe të shtojnë dhe këtë, dhe po të veshë nuk është se ta bëjnë të tërën për njerë. Kjo është varianti i njohur i qeverisë Rama. Fillimisht vinë si donator, pastaj shtojnë një element tjetër dhe pastaj të bëjnë atë me kalin e Trojës. Eksakt. Dhe kështu kanë ndodhur dhe këto qytetarë sot do dalin në rrugë, sepse to 74 familje nuk kanë pyetur kurrë. Nuk e ka trokitur dhe çuditërisht çojnë pastaj direkte VKM-n që ju do të shpronsoni me çmime qesharake, se edhe çmimet është një pjesë tjetër, ku vetë kanë vënë referencën që në 1 janar do ty ka ajo zonë do të jetë 1240 euro metri dhe ti do sponsorizohesh tot me 670, afërsisht të gjysmën. Po kjo është një tjetër hesap. Por problemi është që në zonat që këto po shemben do të bëhen lulishte dhe çuditërisht. Dhe këto emrat që ju përmendë, po dhe të tjerë që ndofta nuk i kam emra, në zonat aty afër sot edhe aktualisht që po flasim, po ndërtohen hotele, kur normalisht ka ajo zonë duhet të ishte bllokuar që në vitin 2023 nuk duhet lëvizte një tull se është në projekt të sipër. Këto i japin pikërisht leje ndërtimi ose lejohen të ndërtohen hotele ku njëkohës në 10 metra më larg shemin shtëpitë e qytetarëve. Për lulishte. Dhe po të shohësh projektin tani kam filluar në pjesën e sipërme se kam ndofta po ta dia do e sillja. Kanë po bëjnë do bëjnë ndërtime, do bëjnë pak a shumë si e ke rasti Velierës, do t'i shohësh që dal nga dal. Do të ketë dhe investime të tjera në të zonë. Dhe është e papranueshme. Dhe kjo nuk bëhet fjalë thjesht për 74 pa diskutim që unë me thënë të drejtën kam një keqardhje të madhe, se ato janë 74 familje. Që për vitesh dhe ti kapësh ti nxjerrësh. Jo, po ja bën atyre, ja bën gjithë tjerëve pastaj. Po kjo po bëhet kudo, se në Durrës na morën dhe portin që është pronë gjithë Shqipërisë, vetëm në Durrës, se të bëjë pikërisht me këto metoda. Dhe kjo po bëhet një mod dhe nuk dhe këtu prandaj kërkojmë dhe shpesh reagimin qytetar.